Dafina Zeqi zëvend në mesin e emrave të këngëtarëve më të suksesshëm kosovar. Ajo ka shumë vite që është pjesë e karrierës muzikore shqipe duke ndërtuar një bagazh të madh artistik, pasi në vulin e saj janë shumë hite senzacionale. Krahas sukseseve, emri Dafinës u përcjell disa herë edhe me skandale dhe u përmend për prishje të shoqërisë me miqtë e saj, një herët edhe kolegë. Nëse i numërojmë se me kohë prish Dafina dalin s'është të tillë. Prishja më e famshme padyshim është ajo me Tonën, por jo vetëm. Pas bashkëpunimit, këngëtarët u preshin pasi u publikuan disa deklarata të Dafinës duke folur keq edhe duke e ofenduar Tonën. Sidoqoftë, pas shumë vitesh, Tona dhe Dafina u pajtuan e u përqafuan. Dafina po ashtu u prish edhe me Vlerën për shkak të klipit La Vida Loca, siç u raportua në atë kohë. Më pas, Dafina u prish edhe me DJ Blanc. Me këtë DJ, ajo pati edhe bashkëpunime, madje u tha se janë edhe të dashur. Por ishte veç një gënjeshtër. Nuk janë as shok pasi që nuk flasin me DJ, duket që Dafinës nuk ja ka dashur asnjëherë, pasi që edhe me DJ Flow u prish, e kishte edhe në ekipin e saj, por më nuk e ka, pasi ndyshe nuk flasin mes vete. Për Dafinën u raportua se u prish edhe me Zanfina Ismailin, mirë po deri më sot asnjëherë nuk u tregua qartë se për çka erdhi deri tek prishja e raporteve mes tyre, e më pas edhe rikrijimi i shoqërisë. Nëse mendoni se lista përfundon këtu, e keni gabim. Dafina dikur fotografohej e puthej me dhurata dorën, por dyshja lën për të dëshiruar pasi që ka kohë që nuk flasin e nuk ndiqen në rrjetet sociale. Se kush u hyri mes tyre nuk dihet, sidoqoftë ato nuk flasin mes vete. Dafina siç duket nuk e ka fare punën mirë me femrat e famshme, pasi në listën e saj të shoqërisë nuk është më as dizenjatore e njohur kosovare Lia Stublla, të cilin përmes rrjeteve sociale e vlerësonte fort për talentin që ka. Po kalojmë pak në Shqipëri, atje punët nuk i ka mirë Dafina as me Noizën. Madje në një intervistë kohë më parë, vetë reperi tha se po të më pyesësh mua se pse jemi distancuar, nuk di ç'të them sepse jemi pak të çuditshëm dhe faji mbetet për herjetim. Faji nuk e ka asnjëri. Madje mediat patën raportuar që Dafina nuk i ka raportet e mira as me Elvana Gjatën, sepse ndjen xhelozi me njëra tjetrën. Jo vetëm me këngëtar, Dafina ka kohë që ka probleme edhe me prezantues, siç është vetë moderatori Alaudin Hamiti, gjë që e ka treguar publikisht vetë ky i fundit që as nuk flet me të. Prishja e radhës e Dafina Zeqit ka qenë ajo me Tajnen që ende kësaj dite duket shumë e paqartë. Që të dyja, njëra me këngë e tjetra me freestyle, kanë disiratur kohë më parë njëra tjetrën. Duke mos përfunduar me kaq, Dafina ka filluar të shpreh dashuri e të ndjek rivalet e Tajnes, Rinin e Melindën kohë më parë. Kohë gjatë ka kaluar pa u raportuar për një prishje të re në estradë. Kësaj here prap me Dafina Zeqin. Duket se prishja e fundit dhe më freskët është ajo me Dafina Zeqin dhe muzikut. Mes tyre nuk ka më asnjë miqësi, por cila është arsyeja që e çoi në hatërmbetje dy artistët e njohur ende mbetet enigmatike.